Është rënduar bilanci i ngjarjes së ndodhur në Gramsh mesditën e sotme, ku një 32 vjeçar humbi jetën pas shembjes së një masivi dheu në një kantier ndërtimi. Sipas informacioneve zyrtare, përveç 32 vjeçarit ka humbur jetën edhe një 22 vjeçar, duke e dërguar kështu në 2 numrin e viktimave. Viktimat janë identifikuar si shtetasit Abbas Basha, 22 vjeç, dhe Egzon Leshi, 32 vjeç, të cilët ndodheshin në punë në momentin kur ndodhi fatkeqësia. Masivi dheu dyshohet se të ketë rrshqitur aksidentalisht, duke i zënë poshtë punëtorët. Ngjarja ndodhi pranë një kanali që furnizon me ujë hidrocentralin në ndërtim, ndërsa autoritetet policore dhe grupet mjekësore mbërriten menjëherë në vendin e ngjarjes pas marrjes së njoftimit. Gramsh, informacion paraprak, në fshatin Holta, gjatë punës në një kantier ndërtimi dyshohet se aksidentalisht ka rrshqitur një masiv dheu dhe përpasoj kanë humbur jetën shtetasit AB, 22 vjeç, dhe LL, 32 vjeç. Grupi hetimor po vijon punën për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe për të dokumentuar ligjërisht këtë ngjarje të rëndë, që vjen vetëm pak ditë pas një aksidenti fatal në Klos, ku një 29 vjeçar humbi jetën nga shembja e një masivi kromi.